Programi botror I ushqimit I OKB-s tha të premten se ka dërguar mesatarisht rreth 560 tonë ushqim në ditë në Gaza, që nga hyrja në fuqi e armëpushimit Izrael-Hamas, por kjo shifër nuk I plotëson nevojat në enklav. Me kushtet e urisë në disa pjesë të Gazës, në sekretari I përgjithshëm I OKB-s për çështjet humanitare, deklaroi se mira automjete ndihmash tani do të duhet të hyjnë në Gaza çdo javë për të lehtësuar krizën. Jemi ende në nivelin që na nevojitet, por po ja dalim. Armëpushimi ka hapur një dritare të ngushtë mundësish dhe agjencia po lëviz shumë shpejt për të rritur ndihmën ushqimore, deklaroi ai. Kjo agjenci nuk kishte filluar ende shpërndarjet në qytetin e Gazës, duke treguar mbylljen e vazhdueshme të dy pikave kufitare, Zikim dhe Erez, me Izraelin në veri të enklavës ku kriza humanitare është më akute. Edhe pse sasi të vogla të produkteve ushqimore kanë arritur në veri, karvanët e ndihmave ende nuk ishin në gjendje të transportonin sasi të konsiderueshme ushqimi atje, si dhe në zona të tjera.